Ndërmiq, këndvështrimin e sotëm e kemi sjellë në Galerinë Kalo, ku prej disa ditësh është e hapur ekspozita Ikonat e Opiumit, një ekspozitë e radhës nga Instituti Konak, ku unë do të kem kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me një prej themeluesve të institutit dhe një prej, po themi, personave të cilët i ka kushtuar energji, vëmendje dhe ideatorëve të kësaj ekspozite. Jemi me Besnik Sinanin, pedagog studiues. Faleminderit që na mirëpritet dhe përgëzime për këtë ekspozitë. Faleminderit që na vizituat dhe përfitoj nga rasti që të ftoj dhe të tjerë të interesuar që të na vinë, jeni të mirëseardhur. Atëherë, Ikonat e Opiumit vjen si një përpjekje për të rikthyer në vëmendje atë luftë të madhe, përpjekje të po themi të shumëfisht të regjimit komunist kundër fesë, kundër besimit, kundër Zotit. Si erdhi ideja e një ekspozite, pasi duket sikur deri diku e gjitha kjo ishte varrosur, nëse mund themi kështu, brezat e rinj janë pothuajse të painformuar rreth kësaj. Është një ide, po themi, e cila ka fjetur prej kohësh tek ju apo ishte diçka spontane? Para një viti, midis datave 12 dhe 14 prill, po te kjo galeri ne hapëm një ekspozitë dedikuar trashëgimisë islame me format të artit devocional, kaligrafi, tekste, manuskripte, kryesisht nga Kurani, por edhe fermane dhe objekte të tjera të traditës islame, si një lloj përpjekje për të sjellë vëmendjen tek objektet devocionale të cilët kanë mbijetuar dhunës antifetare të komunizmit. Dhe qëllimi jon ka qenë që ky koleksion të bëhet pjesë e një muzeumi të trashëgimisë islame dhe jemi akoma në përpjekje, jemi duke biseduar edhe me Muftininë e Tiranës tani me hapjen e xhamisë Namazgjas, duke parë mundësinë që ndoshta tek ato objekte, tek ato hapësira ne mund të kemi këtë muze të arshëm. Por këto objekte që kanë mbijetuar komunizmit, fakti që ne flasim për mbijetesë, fakti që ne flasim për një histori dhune, atëherë sjellin nevojën për të pasur një lloj vëmendje edhe se pse janë këto të mbijetuara, se çfarë ka ndodhur, se kush është historia dhe konteksti historik i këtyre objekteve devocionale. Dhe pjesë e kësaj sigurisht është lufta ideologjike kundër fesë dhe që me mbylljen e ekspozitës së para një viti, ne filluam të mendojmë dhe të ideojmë ekspozitën e ardhshme. Dhe patëm fatin që krijuam një lloj grupi pune, sigurisht ndër njerëzit, ndër bashkëpunëtorët tanë tek kjo iniciativë, tek Instituti Konak, dhe ka emrin Konak sepse dëshiron që të jetë si një konak i hapur që i thotë bujrum dhe fton kontributet e njerëzve. Ishte edhe historiani Do Andani që në atë kohë kishte mbaruar edhe kryen e doktoraturës pikërisht në studimin e sakralizimit të politikës në Shqipërinë komuniste dhe ishte marrë me punën arkivore. Kështu që ai ishte me njohurit, si thuash, me pudën studimore dhe eksperiencën e duhur që të kontribonte dijen e këtij në këtë projekt. Dhe prej këtu nisi dhe bashkëpunimi me Elton Hatibin, edhe ai historian i cili shkoi vetë, si thua, bëri atë punën fizike, duke shkuar tek bibliotekat, duke shfletuar faqet e revistave si Hosteni, por edhe Pionieri, por edhe Fatosi, për të identifikuar këto objekte dhe në dialog me historian Don Andani, identifikuan objektet ose ato faqe që ne menduam që do ishin si të thuash më përfaqësuese. Nga ekspozita e para një viti ne patëm eksperiencë shumë të mirë pune me kuratoren Laureta Basha dhe si thuash ishim të kënaqur që ajo pranoi të punonte përsëri me ne dhe nga ky bashkëpunim këtu në Tiranë unë ju thatë që unë jap mësim në Gjermani, kështu që edhe ardhjet e mia mize jam përpjekur që të vi më shpesh. Patëm sigurisht njerëz të tjerë si Imam Sajmir Ismaili, Dr. Alfred Aga, që janë pjesë e kësaj iniciative, që gjersa erdhëm tek kjo. Por është pjesë e këtij vizioni më të gjerë për të pasur një muze të trashëgimisë islame dhe pjesë e kësaj trashëgimie është edhe historiku. Edhe ajo se si është luftuar Islami. Pra, duket sikur është absurde që karikaturat dhe postrat të cilat e luftonin fen
të jenë pjesë e një muzeu trashëgimisë islame, por se është brenda e gjithë dialektika, po themi, e luftës ndaj fesë dhe veçanërisht edhe të fesë islame. Në fakt, arsyeja dhe e kuptoj edhe komentin tuaj, por mos harrojmë që lufta kundër fesë nuk është asnjëherë vetëm lufta kundër një objekti, por është edhe ose një fenomeni ose dhe një traditë, siç është tradita fetare, por është edhe përpjekje për të ngritur një narrativ, për të ngritur një sistem të ri vlerash, për të ngritur një lloj pretendimi mbi të vërtetat e jetës. Kështu që komunizmi në fakt duhet menduar si një fe e mohimit Zotit. Pra nuk është vetëm akti shkatrues, por është edhe përpjekja ndërtuese për të ngritur një narrativ të re, një koncept të ri për të vërtetën. Pra, nëse ne shohim njerëzit shpesh flasin për komunizmin në terma ekonomik. Pra është në latë të varfër, në latë mbrapa, në latë pazhvilluar. Por edhe vetë në termat marksist, pra është rishpërndarja e burimeve ekonomike. Në fakt, nëse shikon këtu në faqet e gazetave, është edhe përpjekja për të diktuar mënyrën se si vishesh, mënyrën se si mendon, mënyrën se si han. Pse ka një lloj këmbgulje që njerëzit fillojnë të hanë mishderri. Pra nuk është vetëm luftë kundra fesë, por është edhe një lloj përpjekje për të ngritur një narrativ të re fetare, edhe pse është një fe e mohimit të Zotit. Ajo që doja të thoja është që kjo ekspozit, dhe ne e thamë edhe kur bëm hapjen ditën e premte që kaloi, nuk ka për qëllim të jetë vetëm një lloj dokumentimi historik. Unë jam vetë historian për nga formimi dhe historia asnjëherë nuk funksionon me etapa të prera si me thik. Dhe këtu njerëzit shpesh gabojnë, pra ndodhi lufta kundër fesë dhe pastaj erdhi liria fetare dhe sikur janë dy realitetet të prera me thik. Dhe kjo na heq vëmendjen tek mënyra se si përfytyrimet e komunizmit, se si diskurset apo ligjërimi i komunizmit, se si format e artikulimit rreth fesë vazhdojnë të trashëgohen gjë më sot. Ashtu siç edhe jetët e njerëzve, njerëzit që u prodhuan në komunizëm, ajo inxhinieria sociale e komunizmit nuk u pre me thik në vitet 90, ato njerëz vazhduan të jetojnë, mënyra se si konceptohet feja, mënyra se si konceptohet roli i shtetit mbi liritë e individit. Pra kjo shkon përtej edhe vetëm çështjes fetare. Të gjitha këto, pra, ne besojmë që vazhdojnë të kenë vazhdimsi gjë në ditën e sotme dhe prandaj ne duam të provokojmë njerëzit të mendojnë jo vetëm për çfarë ka ndodhur në këtë vend, por edhe kush është forma e trashëgimisë së sot. Pra, duke sikur me këtë ekspozit ju nuk po tentoni vetëm një soditje të vizitorëve rreth asaj se çka ka ndodhur në Shqipërinë komuniste, po duke sikur synoni përmes saj që të nxisni një diskutim edhe mbi atë se në çfarë gjendje është liria fetare, demokracia, po edhe po themi mendja e shqiptarit të sotëm. Sepse kjo ekspozit është shoqëruar dhe me diskutime dhe me të ftuar dhe me analiza. Nesër, ditën e mërkurë, unë nuk e di kur do transmetohet emisioni juaj. Kjo transmetohet ditën e mërkurë. Ditën e mërkurë, pra këtë ditë ne kemi edhe një bisedë ku kemi të ftuar jo vetëm shkrimtar i njohur, por edhe një njerëz që ka përjetuar dhunën e komunizmit si i përndjekur politik, si i burgosur në burgjet e komunizmit, si shkrimtari Fatos Lubonja. Ne jemi vërtet mirënjohës që ai pranoi ftesën tonë. Dhe njëkohësisht kemi të ftuar edhe profesor Ardian Isufin, profesor i arteve pamore në Akademinë e Arteve, në mënyrë që si përpjekje për të angazhuar publikun, pra edhe në lidhje me pra të shkohet në një nivel pak më thellë në analizën e këtij fenomeni, sepse shpesh njerëzit e kufizojnë kuptimin e asaj që ka ndodhur e luftës kundër fesë me vitet e komunizmit. Çdo historian që di diçka rreth historisë së Shqipërisë e kupton që disa nga proceset që ndodhen në komunizëm në fakt kanë fillesën tek regjimi Ahmet Zogut. Dhe ne duhet të mendojmë në mënyrë kritike, është ajo që unë do shpresoja, rreth asaj se si shteti modern ka premisën shpesh që të marrë forma totalitare dhe të ndikojë thellë në liritë personale të njeriut.
Pra ajo që unë kërkoj të paktën ose edhe me miqtë tanë që kemi ideuar këtë ekspozit, është që të shkohet më tej në të menduarin kritik dhe në nevojën e qytetarit për të rezistuar atë premisën që shpesh shteti ka për të ndërhyrë në liritë civile, në liritë personale, në liritë e shprehjes, në lirinë e ndërgjegjes së njeriut. Ndërkohë, po themi propaganda komuniste, e veçanërisht ajo ateiste, erdhi gradualisht në Shqipëri. Pra, ndalimi i fesë u realizua në vitin 1967. Fillimisht ajo nuk ishte e ndaluar me kushtetut. Po propaganda antifetare përmes, po themi, posterave dhe përmes këtij formati, a pati gradualitet apo erdhi fillimisht me të njëjtin, po themi, intensitet ndaj fesë? Për të kthyer përsëri asaj observimeve dhe studimit të Doandanit, ai vën në dukje dhe nëse për shembull shkojmë me kamera dhe i shohim dhe prandaj janë vendosur dhe vitet kur këto imazhe janë prodhuar, është që periudha e parë, le të themi 45, 46, gjerë diku te vitet 60, si thuash, objekti goditjes nuk është mirëfilli ose drejt për drejt feja, sesa janë klerikët. Pra, klerikët janë mashtrues, janë grykës, janë intrigant, ato ndjellin përçarje, por është kleriku. Pra nuk kemi gjë me Zotin, nuk kemi gjë me fenë. Akoma nuk ka filluar të jetë. Po këta persona mos i dëgjoni sepse janë. Pra është humbje e kredibilitetit të figurave fetare. Nga vitet 60 dhe më tej, pastaj kjo ndryshon, duke qenë feja në mënyrë primare objekti i sulmeve. Mbas viteve 67, tutje në 70 mesi viteve 70, pastaj objekti goditjes në ato që quhen zakonet prapanike, pra të prapambetura. Pra ne kemi, ideja ishte që ne kemi te kaluar këtë stadin e këtyre bullaligjeve të fesë, po tani ne duhet të, si thuash, t'i kushtojmë vëmendje njerëzve që akoma kanë ndonjë lloj mbetje ideologjike. Pra sigurisht që ka pasur një lloj gradualiteti. Ajo që është interesante se mos tek objektet që shohim në atë murin atje, është që karikaturat antifetare nga njëherë janë edhe reflektime të çfarë po ndodhi në botë. Për shembull, kemi nga Bashkimi Sovjetik, kemi blerjen e ca raketave në Turqi, dhe kjo reflektohet edhe në karikaturat e kohës. Pra, këto karikatura kanë qenë pjesë, janë prodhimi një lloj konteksti të caktuar politik, jo vetëm në vend, po edhe jashtë. Për shoh që një pjesë e madhe e ekspozitës përmban jo vetëm, po themi, karikaturat, por se ka dhe tekst, ka dhe përshkrim. Pra cili ka qenë ky raporti midis imazhit, po themi, ose propagandës përmes imazhit, por se edhe përmes tekstit? Unë nuk jam specialist i studimit të teksteve, kështu po flas kështu si vëzhgues i jashtëm, por ajo që vjet re është që natyra e propagandës është që nuk lejon ambiguitet, nuk lejon mundësinë që ti të kesh më dyshje se kush është kuptimi i mundshëm, nuk ka rrallë herë ka shtresa kuptimore. S'ka hapësirë të lirë. Propaganda ka për qëllim zakonisht që t'jetë kështu e drejt për drejt, t'jetë shokuese, t'jetë prandaj disa nga imazhet që shohim janë gati naive, por sepse kjo është natyra e propagandës. Dhe kjo duket edhe në tekst. Por tani sigurisht që tekstet që vinë për shembull nga revista si Hosteni, që konsideroheshin ishin humoristike, edhe teksti i tyre, si thuash, ka për qëllim që të jetë shpotitës, të ketë një nivel humori, humor e komunizmit, nuk ka qenë asnjëherë fort i arrirë, po kjo sigurisht reflektohet. Tani ka tekste të tjera për shembull që janë nga botime që supozoheshin që dërgoheshin në zona të thella dhe që lexoheshin në kolektiv. Që edhe nga kjo anë, që t'i kthehemi asaj që thash më parë, që komunizmi përpiqet të prodhojë fenë vet, si do thuash, edhe ky lloj leximi i ngjan një lloj katekizme, një lloj teksti akideje që lexohet në kolektiv, sepse po përpiqet të ngrijojë një akide, një katekizëm të ri. Kështu që sigurisht që ka një lloj lidhje midis imazhit. Ama në anën tjetër është interesante të shihet për shembull që ka tekste që
një vajzë, bia e Hoxhës, që tregon historiku se si ajo nga një fëmijë i cili është në prangat e traditës fetare, e kupton, e ulur në gjunjë përpara të jatit që është ky Hoxha tradicional, më vonë është çliruar sepse është një pionjere. Tani edhe pionierja është me tipare kineze, po edhe dhoma e Hoxhës, kaligrafia është me shkrenja kineze, sepse janë marrë nga shtypi kinez. Pra tregon edhe këtë lloj ndërveprimi me burime të luftës kulturore në Kinë. Ke objekte që qartazi kanë ndikime të artit sovjetik, ku edhe nga ana artistike në fakt, për ata që janë kurioz, botimet e prodhuara në Bashkimin Sovjetik janë edhe nga ana e koloritit dhe nga ana e kompozimit janë shumë interesante. Pra kemi pruje, disa të tjera janë pak më naive, janë pak më pak të arrira nga ana e kompozimit artistik, të themi. Propaganda ateiste komuniste në këtë rast ka synuar më tepër betejën për të vërtetën, pra e ka luftuar fenë sepse ajo ishte e rem, ka patur më tepër apo me efektin që ka feja, pra ku ka qenë e fokusuar, po themi, propaganda ndaj fesë, për shkak të asaj se ajo ishte e rem, apo për shkak se ajo na lë mbrapa, apo ka qenë ndërthurje e saj? Mendoj që janë të dyja, sepse ajo na lë mbrapa nga se është e rreme. Dhe për shembull, aty ka një poster që mund ta shohim më pas, edhe është poster propagandistik feja dhe shkenca. Dhe kjo është interesante për të parë, sepse një nga vizitorët që sapo kishte ardhur nga Zvicra tha, disa nga këto objekte këtu mund të përdoren fare mirë në disa fushata islamofobe nga e djatha evropiane sot. Dhe kjo është e rëndësishme për të vënë duke që pra ka një lloj vazhdimësie, ne nuk mund ta imagjinojmë këtë lloj ligjërimi, këtë lloj diskursi, këtë lloj materialesh vizuale sikur thjesht i përkasin të kaluarës. Pra kjo nuk është një ekspozitë e mbyllur, nëse mund të themi. Pra kjo është një ekspozitë e cila mund të pasurohet, po themi, edhe me atë që flitet sot shpesh në diskursin publik. Me kolegët me cilën kemi punuar, me Elton Atibin, po edhe me kuratoren, me Lolën, me Lorin Shabashën, kur pinim një kafe, po bisedonim për aspektet teknike, se si përpara se të vishim në sallë, kur akoma po prodhohej materiali, një nga gjërat që po thoshim me humor është që do vinë njerëz dhe do thonë, po mirë, ja, shumë mirë pas ka pasur komunizmi, se në fakt kështu është feja. Dhe ajo që ne kërkojmë të provokojmë, si thua, është që ti thuhet individit, a kupton, ti shpreh individit që në qoftë se ti vjen dhe përballesh me imazhe, me tekste, me parullar propagandistike të një sistemi totalitar, dhe ti në botë kuptimin tënd je dakord, atëherë ti ke nevojë për një lloj vetë reflektimi se pse je dakord ti me konceptet e një sistemi totalitar. Ndoshta për një të ri është pa justifikueshme, sepse është rritur në një klimë, po themi, ku ka patur mundësi për të bërë krahasime. Po kur shef gjithë këto materiale dhe këto janë vetëm, po themi, disa simbolika të asaj se çfarë ka dominuar jetën publike tek shqiptarët, e kuptojnë që ndoshta dikush s'ka faj pse është paragjykues në fesë, sepse ti je rrethuar nga gjithë kjo propagandë në shkollë, në televizion, në punë, në rrugë, kudo, duket sikur dikush nuk ishte rrugë tjetër vetëm se ti dorëzohej gjithë kësaj propagande. Po, por në të njëjtën kohë, e para unë dua të theksoj këtë idenë që nuk është vetëm diçka që mbetet pas, sepse edhe ky brez i ri që erdhi mbas rënies së komunizmit, prindrit e tyre, mësuesit e tyre, ambienti, e kupton, shumë prej tyre kishin në ese Dani përdor këtë idenë e brezit të prodhuar nga kjo inxhinieria sociale e komunizmit. Të lindur dhe të rritur në laboratorin komunist. Dhe pikërisht nga ky brez i çmagjepsur, thot nga kjo gjenerate çmagjepsur, thot, është ajo që përdoret shpesh në studimet e humaniteteve të disenchanted, me radh njerëzit që kanë humbur kontaktin me një sens të magjepsjes. Në jetë, pikërisht nga ky brez u prodhua edhe elitat të cilat u thoqën atë që ne vazhdojmë të quajmë tranzicionin shqiptar, një tranzicion që duket se s'po mbaron kurrë. Pra,
dua të theksoj këtë idenë e vazhdimësisë. Në anën tjetër, vërtet njerëzit kanë qenë të rrethuar me këtë lloj dhune propagandistike, sepse nuk ishte vetëm në nivelin diskursiv, ishte edhe aty ku nuk funksiononte propaganda, ishte dhuna e tjerë. Por a nuk kemi të drejtë të shpresojmë që të ketë një lloj reflektimi që në qoftë se kemi gati një lloj dakordimi kolektiv për shkatrimin ekonomik, politik, moral që lan brapa komunizmi, atëherë do ishte me të drejtë që të vëmë në pikpyetje edhe konceptet që kemi krijuar mbi mënyrën se si ndërveprojmë me njëri tjetrin, mbi vlerat kolektive të një shoqërie, mbi marrëdhëniet e individit me shtetin, por edhe konceptet rreth religionit dhe vendit religionit në shoqëri. Atëherë duhen ky lloj reflektimi dhe introspeksioni, mendoj unë, ose do shpresoja, që duhet të silli vëmendjen edhe në mënyrën se si është menduar, përfituar feja. Pra për shkak se ideologjizimi ka qenë ndoshta ekstrem, ka qenë shumë i madh, i shtrirë dhe në kohë dhe patjetër që ka patur efektin e vet, do të kuptojmë që kemi nevojë për të kundërtën e saj, pra për ta diskutuar atë që ndodhi në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë intensive, sepse shpesh ekspozita të tilla janë pothuajse, po thosha shumë, nëse do thosha të rralla, janë inekzistente, pra do duhet që ta rikthejmë këtë shqetësimi dhe këtë analizën se çfarë ka ndodhur në komunizëm vetëm në kontekstin historik, por dhe çfarë gjurmësh mund të lërë ajo tek brezat mbas atij sistemi. Kjo do ishte shpresa jonë, pikërisht që të nxjisi këtë lloj diskutimi, këtë lloj debati, se sa do arri pastaj. Por ajo, si të thuash, mënyra se si është pritur ka qenë shpresdhënëse. Çdo ekspozitë është një përpjekje për të komunikuar. Dhe në qoftë se nuk ka njerëz që kanë dëshirën për të angazhuar me këtë komunikim, atëherë, si thuash, përpjekja dështon. Ajo që na ka inkurajuar është që ka pasur njerëz që kanë ardhur, e kanë vizituar, dje patëm student që erdhën, dhe ajo që për mendimin tim është pozitive është që në biseda me disa vizitorë, imazhet për to kanë qenë shqetësuese. Dhe shqetësuese për arsye të ndryshme. Dhe unë e them dhe përsëri këtë gjë që edhe pse imazhet janë gati naive në thjeshtësinë e tyre të kompozimit nga ana vizuale, sigurisht që do të jenë shqetësuese, sepse këto janë pjesë të një aparati dhune. Edhe ato që janë aty, që janë nga një revistë për fatosa dhe pionier, edhe ato ishin pjesë e një strukture dhune. Dhe kështu që detyrimisht duhet jetë shqetësuese. Po patëm për shembull një nga vizitorët që një nga arsyet pse ai u prek është sepse tha, mendova se si e ka përjetuar gjyshja ime këtë periudhë. Pati të tjerë që u bën defensiv sepse ka akoma një lloj niveli nostalgjie për atë që për sistemin e kaluar. Pra njerëzit janë këto imazhe, edhe kjo ekspozitë, edhe ajo që jemi përpjekur të sillim këtu, i ka shqetësuar për arsye të ndryshme. Kjo për mua është arritje e kësaj ekspozite. Pra ju keni quajtur ikonat e opiumit këtë ekspozitë. Ndërkohë që opiumi ishte termi më i përdorur nga sistemi komunist në raport me fenë dhe besimin. Mesazhi i kësaj ekspozite është ndoshta po themi e kundërta asaj që ka thënë ka ligjuar sistemi komunist. Dhe cili është mesazhi që kanë marrë pastaj edhe ata që kanë vizituar? Së pari ndoshta vlen për të theksuar edhe një herë që ajo që tani unë nuk e di se ata që e shohin këtë se çfarë gjenerate i përkasin, po unë kam akoma memorie nga periudha e komunizmit dhe ajo që për shembull ne mbaj mend që na është kërkuar që të shkruajmë hartim rreth me temë pikërisht që feja është opiumi i popullit. Por citimi i Marksit është lënë për herë për gjysëm, sepse në fakt Marksi duket të sugjerojë që është opiumi në kuptimin e atij ilaçi që shëron dhimbjet e shpirtit të një individi. Kështu që nuk po pretendoj që është një lloj si thua përcaktimi pozitiv nga ana e Marksit, po është sa më kompleks se sa është dhënë gjatë sistemit komunist këtu. Ama
e gjitha kjo fet në përgjithësi, është vështirë të mendosh për një shoqëri njerëzore që mos ketë pasur një lloj forme fetarizmi. Dhe përjedhoj nuk mund të reduktohet eksperienca fetare e njerëzimit në mënyrën se si ka kërkuar ta reduktoj propaganda ideologjike e komunizmit. Por do të thoja dhe diçka tjetër në këtë mes, dhe mendoj që kërkon një nivel vëmendje nga njerëzit e sotëm. Pikërisht nga që përsëritet shpesh kjo ideja që Shqipëria ishte i vetmi vend ateist, ose i vetmi vend ku u deklarua ateist, ne na bën të mendojmë sikur Shqipëria është një lloj përjashtimi, një lloj rasti unik dhe nuk ka lidhje me eksperiencat e tjera. Në fakt, komunizmi është ideologjikisht është një prej fëmijëve të iluminizmit. Si ushtrim nga në gjysmën e globit. Po jo vetëm si komunizëm, por edhe vet ideja e shtetit modern. Vet ideja se çfarë pushteti shteti modern merr. Se në çfarë niveli shteti fillon ndërhyn në jetën e qytetarit dhe në jetën e komuniteteve të njerëzve. Duhet na tërheqi vëmendje në faktin që jo vetëm një sistem komunist, por shteti modern në përgjithësi ka potencialin që të sjell forma totalitarizmi. Përjedhoj, prandaj edhe pse ne themi që ky nuk do të jetë shqetësim vetëm për njerëzit që kanë ndjeshmëri fetare, por do të jetë shqetësim për njerëzit në përgjithësi që kanë ndjeshmëri mbi lirinë, që kanë ndjeshmëri për lirinë. Dhe kjo ekspozit ka synuar që mos komunikoj vetëm me njerëzit që kanë ndjeshmëri fetare dhe shqetësimi për lirinë do të jetë për njerëz që identifikojnë veten fetar ose jo. Këtu thjesht bëhet më e prekshme nëpërmjet, sepse edhe një gjë që duhet vënë në dukje. Në nivel simbolik, ndalimi i fesë është aty ku plotësohet totalitarizmi shqiptar. Sepse në një nivel Zoti kishte mbetur si ide, si ideal, kishte mbetur përtej mundësisë së shtetit komunist për ta kontrolluar nga ana ideologjike. Në momentin që mohohet Zoti dhe ekzistenca e Zotit në tërësinë e vet, atëherë totalitarizmi mbasi ka plotësuar monizmin fetar, nuk ka forca të tjera politike, nuk ka ideologji të tjera që lejohen, pra ka arritur gjithë këtë shtypje, feja ishte përjashtimi. Por me ndalimin e fesë, të paktën në leximin tim të historisë, këtu plotësohet totalitarizmi shqiptar. Dhe prandaj ajo që unë do ftoja është që kjo të shihet si sfidë e qytetarëve që duan të jetojnë si njerëz të lirë ndaj instinkteve totalitare të shtetit modern. Ndërkohë, unë jam i sigurt që kjo nuk do të jetë ekspozita e fundit, me sa duket kjo vetëm se e ka shtuar, po themi, jo vetëm interesin e publikut për të soditur të tilla, po themi, ekspozita, por se dhe vullnetin tuaj për të ofruar produkt sërish. A kemi një projekt që të ardhshëm që mund ta zbulojmë sot? Sigurisht, për ata që kanë ndjekur aktivitetet e Institutit Konak, ne kemi një vit që kemi filluar aktivitetin dhe kemi 2 fusha të vëmendjes tonë, që është trashëgimia dhe edukimi. Në aspektin e edukimit, ne kemi sjell në Shqipëri edhe teolog të rëndësishëm nga Perëndimi, profesor Abdelhakim Murad, apo Tim Winters, siç njihet, nga profesor në Universitetin e Cambridge-it, apo Jonathan Brown nga Universiteti Georgetownit, duke u përpjekur që të sjellim në një kohë kur shoqëria shqiptare, vlerat e shoqërisë shqiptare, sistemi arsimor, vlerat tona formatohen gjithnjë më tepër sipas modelit perëndimor, ne kemi dashur të sjellim zëra të cilët reflektojnë eksperiencën teologjike islame në shoqëri të cilat i përngjajnë gjithnjë më tepër Shqipërisë.
Kështu që kjo ka qenë edhe pjesë e vëmendjes tonë. Në anën tjetër, ne kemi dashur të sjellim në vëmendje të aktivitetit tonë fushë që ne mendojmë që si Bashkësia Islame shqiptare në një farë mënyrë ndoshta e ka neglizhuar, pa dashur që të tingëllojë, sikur jam shumë kritik. Ne patëm një event me poetë dhe muzikantë, të cilët në punën e tyre kreative sjellin dimensionin e të shenjtës dhe sakrales. Por fokusi jonë për t'ju kthyer asaj që thash në fillim të bisedës në këtë moment është realizimi i vizionit të muzeut. Sigurisht jemi duke pritur akoma, jemi në bisedime me fondacionin që drejton punën tek Namazgjaja. Aty ka një hapësirë që qysh në fillimin e atij projekti është deklaruar si hapësirë muzeale, dhe kjo është ajo që ne kemi propozuar, që atë koleksionin ton të artit, të trashëgimisë, të dokumenteve. Jeti aksesueshëm për çdo vizitor. Të jeti hapur për publikun dhe të jetë pjesë e kompleksit të Namazgjas. Por kjo është një punë në procese sipër, por kjo është, si thua, fokusi jonë është aty hap për hap. Nëse këtë falenderoj për këtë bisedë dhe gjithashtu ju uroj suksese jo vetëm në këtë ekspozitë, por në të gjithë rrugtimin tuaj. Faleminderit që erdhët, faleminderit për mundësinë e bisedës dhe shpresojmë që të kemi mundësi të tjera në të ardhmen. Ishte kënaqësi. Faleminderit.